going to begin with a very important test. And that test is to reveal whether you are a believer or not. The Bible is very clear. When someone accepts the gospel, the Holy Spirit, He enters into that person and they become a new creation in Messiah. Do të fillojmë me një test shumë të rëndësishëm. Dhe ky test është që të zbulojë nëse jeni besimtar apo jo. Bibla është shumë e qartë. Kur dikush e pranon Ungjillin, fryma e shenjtë vjen te ai njeri dhe ai bëhet një krijesë e re në Krishtin. Dhe çfarë na thot Shkrimi? Të gjitha gjërat e vjetra kanë shkuar. S'janë më. Ja, të gjitha gjërat janë të reja. Dhe pjesa e gjërave të reja është dhe mendja jonë. Ne tani jetojmë në një mendje të ri për të rirë. Tani, a do të thotë kjo që do të jemi gjithmonë të përsosur? Jo. Ne jemi ende në këtë trup dhe ende mund të trishtojmë frymën e shenjtë. Si besimtar, ne mund të jetojmë në rebelim. Por nuk kemi për të njohur paqe për sa kohë e bëjmë këtë. Ne nuk do të kemi gëzim kur e bëjmë këtë. Dhe unë mund të dëshmoj se kur dikush është në mosbindje, ai nuk do të jetë rehat në marrëdhënien e tij me Perëndin. Dhe kjo shumë shpejt do ta sjellë atë në pendim. Me fjalë të tjera, një besimtar i vërtet do të dojë të jetë në një mendje me Perëndin. Kur fjala e Perëndis thot diçka dhe është e qartë, është e kuptueshme, ne duhet të jemi në një mendje me Perëndin. Pse nuk duhet të duam të jemi në një mendje? Pse duhet të mendojmë se i dim gjërat më mirë se Perëndia? Tani, po i them të gjitha këto, sepse do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme. Një temë që në pjesën ndërmuese, pjesa më e madhe e besimtarëve në botë, nuk e pranojnë. Dhe kjo është tragjike. Sepse kur nuk bijem dakord me Perëndin, ajo që po themi është kjo. Unë nuk ndihem rehat në mosbindjen time. Unë nuk e pranoj atë që fjala jote thotë. Dhe përsëri, një besimtar i vërtet nuk mund të jetë rehat me këtë. Kjo është një shenjë që ai nuk e ka marrë të vërtetën e fjalës së Perëndis, dhe në veçanti të Ungjillit. Tani cila është tema që do të trajtojmë? Nëse është e pranueshme që një grua të mësoj burrat. Me fjalë të tjera, nëse një grua duhet të jetë pastore e një kishe, që ajo të mësoj një grup të përzier njerëzish, si burra dhe gra, që ajo të ketë përgjegjësinë e mësimit. Dhe fjala e Perëndis është shumë e qartë për këtë. Tani ne po bëjmë një studim mbi librin e Romakëve. Dhe tani jemi gati në kapitullin e fundit, kapitullin 16. In other words, for a woman to be a pastor of a church, for her to teach a mixed group of individuals, both male and female, for her to have that teaching responsibility. And the Word of God is very clear about this. Now, we are doing a study of the book of Romans. And we're now ready for that last chapter, chapter 16. And in chapter 16, there is a woman. Her name is... Dhe në kapitullin 16 kemi një grua që quhet Feba. Dhe ajo që dim për të është se ajo u përdor nga Perëndia dhe që ishte një shërbëtore e Perëndis. Ne mund të përdorim edhe fjalën misionare. Por asnjë gjë në këtë pasazh nuk zbulon se ajo ishte drejtuese e një bashkësie lokale, e një kishe lokale. Na thuhet vetëm se ajo kishte ndihmuar shumë njerëz të tjerë, përfshir edhe apostullin Paul. Asgjë në këtë pasazh të Romakëve 16, në këto pak vargje të fillimit ku ajo përmendet, asgjë nuk na thot se ajo mëson, se ajo është predikuese, që po bën ndonjë nga gjërat që për fat të keq në shumë bashkësi po bëjnë gratë sot. Tani kemi diçka interesante dhe dua që të përqendrohemi te dy vende në shkrim. Dhe dy vende që dua t'i referohemi janë këto. I pari është tek 1 Korintasve kapitulli 14 vargjet 33, 34 dhe 35. Çfarë na thuhet këtu? Këtu na thuhet që gratë në një bashkësi lokale duhet të qëndrojnë në heshtje. Tani, a do të thotë kjo që nuk duhet të bisedojnë me njëra tjetrën, që ato të mos e përlëvdojnë Perëndin dhe të këndojnë? Jo. Kur e shohim këtë fjalë në këtë kontekst, mësojmë se është fjala që kërkon studim. Është një fjalë argumentuese. Tani, duhet të kuptojmë se fjala e Perëndis vjen te ne brenda një konteksti. Dhe nëpër kisha, në të shkuarën, nëpër sinagoga, në të shkuarën, madje dhe sot, kur kemi të bëjmë me mësimin, gjërat nuk kanë qenë siç janë përgjithsisht sot. Ku dikush jep një mësim dhe të gjithë të tjerët e dëgjojnë. Kështu funksionon sot, por nuk ka qenë kështu më parë. It's a word of inquiry. It's an argumental word. Now, we need to understand that the Word of God comes to us within a context. And in the churches in the past, and in the synagogues in the past, and even today, when things are being taught, it's not so much like it is today, where it's more of a lecture, where one person speaks and everyone else hears.
That's how it is today, but it wasn't back then. There was much in regard to questioning, arguing. Një pjesë e mirë kishte të bënte me pyetjet dhe diskutimet. Dhe duhet kuptoni se ajo që Pali po thot këtu te letra e parë e Korintasve 14 është se gjërat duhet të bëhen sipas rendit të Perëndisë. Dhe prandaj kur bëhet fjalë për kohën e mësimit, për diskutimet, pyetjet dhe gjërat e tilla, gjatë kësaj kohe thot fjala e Perëndisë, jo unë, por fjala e Perëndisë thot se gratë nuk duhet të flasin. Dhe nëse duan të dinë diçka, nëse kanë ndonjë pyetje, atëherë në shtëpi duhet të pyesin bashkëshortët e tyre. Nëse nuk janë të martuara, mund të lënë një takim me një drejtues, me një plak, me një dhjak, ose me predikuesin dhe të diskutojnë këto gjëra, por jo në mënyrë publike ku ka diskutime. Pse? Sepse kjo mund të sjellë çrregullime, mund të sjellë lëndime. Pra, kjo është ajo që thot fjala e Perëndisë. And discuss these things, but not in a public way where there's arguing. Why? Well, it can bring disorder. It can bring hard feelings. So, this is what the Word of God says. Now, there's a second place I want us to be referred to, a very important place, and it's found in 1 Timothy chapter 2. Kemi dhe një vend tjetër të cilit duhet i referohem, që është një pasazh shumë i rëndësishëm dhe gjendet tek 1 Timoteu, kapitulli 2. Edhe këtu, duke filluar që nga vargja 10, 11, 12 dhe në vazhdim, mësojmë se Pali e udhëzon Timoteun e ri se si të drejtoj bashkësinë, dhe i thot kështu: nuk lejoj, shikoni pak vargun 12, nuk e lejoj gruan që të mësoj, as të përdori pushtet. Pra të sfidoj autoritetin e një burri, që do të thot pozitën që Perëndia i ka dhënë burrit në këtë rol. Kjo nuk duhet të ndodhë. Tani është shumë e qartë, kur shohim këtë pasazh tek 1 Korintasve 14 dhe tek 1 Timoteu kapitulli 12, kuptojmë se nuk ka asgjë të paqartë, por është shumë e qartë. Njerëzit do të thonë gjatë gjithë kohës se kjo ishte për natë kohë. Gjërat dhe kulturat kanë ndryshuar, që gratë kanë mendime të ndryshme dhe pozitë të ndryshme sot nga kohët e atërshme. Po kjo mund të jetë e vërtet, por nuk është kjo ajo që fjala e Perëndisë na jep si arsye. Nuk është e kufizuar për një kohë. Pse? Sepse kur shohim për shembull në vargun 13 na thuhet se njeriu u krijua i pari dhe pastaj gruaja, bazuar mbi Zanafillën kapitulli 2. Dhe për më tepër, në vargun tjetër, në vargun 14 shohim se në kopshtin e Edenit u mashtrua gruaja, jo burri. Pra, kjo është pasojë e dy gjërave. Së pari burri u krijua i pari dhe së dyti shohim që gruaja u mashtrua. Tani, për ju a është i lirë Perëndia? A është sovran ai? A është vërtet Perëndi? Dhe nëse ai thotë se nuk e lejoj një grua që të flasë në një kishë lokale në kontekstin e argumentimeve dhe debateve publike mbi pasazhet, që nuk e lejon që të mësoj në mënyrë formale mbi burrat, a nuk ka të drejtë Perëndia ta vendosë këtë në mënyrë që të ruajë rendin që ai do? Dhe a është e pranueshme që Perëndia të thotë se për shkak se gruaja u mashtrua në kopsht, një nga pasojat e kësaj është që ajo të mos mësojë mbi burrat. Por pastaj shohim diçka tjetër në shkrim. Në të njëjtin pasazh shohim se fjala e Perëndisë doli nga burrat. Perëndia ja dha dhe ai e shpalli. Por fjala e Perëndisë vetëm shkoi te gruaja. Pra ajo doli nga burri dhe shkoi te gruaja. Të gjitha këto janë arsye biblike që Perëndia të thotë se nuk e lejoi këtë dhe Pali e shkroi. Nuk e lejoi që gratë të mësojnë ose të marrin autoritetin e burrit si pastor, si predikues e të tjerë. Because the woman was deceived in the garden. One of the consequences is that she not teach over men. And then we see something else in the scripture, that same passage. We see that the word of God came out of man. God put it in and he gave it out. But the word of God only came to women. So it came out of man and to women. All of this is the biblical reason for God stating, I do not permit, and Paul wrote it down, I do not permit for a woman to teach or to usurp the authority of a man as a pastor, preacher, and such. Now, I say that because people will look, and I would invite you now, E them këtë, sepse njerëzit do të shohin dhe do t'ju ftoj tani që të merrni Biblën dhe të shohin bashkë te Romakët 16. Do të shohin vargjet e para ku fillimisht trajtohet kjo grua, Feba. Njerëzit do ta përdorin këtë pasazh kundër asaj që thuhet këtu.
duke e nxjerrë nga konteksti, duke i shtuar gjëra dhe duke interpretuar gjëra që nuk janë aty për të justifikuar. Më dëgjoni pak, për të justifikuar dëshirën e tyre dhe gjithashtu për të justifikuar rebelimin e tyre. Çfarë rebelimi? Unë dua atë që dua dhe nuk më intereson se çfarë thot Perëndia. Nuk është kjo ajo që thot një besimtar. E përsëris, a hasim vështirësi ndonjëherë me fjalën e Perëndis? Po, me rastin e zhgënjejmë Perëndin, nuk bindemi dhe e trishtojmë frymën e shenjtë. Po, për këtë të gjithë jemi fajtor, por këto raste duhet të jenë përjashtime dhe jo standard. At times do we fail God and disobey and grieve the Holy Spirit? Yes, we're all guilty. But that should be the exception and not the norm. And this is what it says. Look at verse 1, Romans chapter 6, verse 1. He says, but, meaning there's a new issue that he's dealing with, not continuing on in what he said. He's concluding this epistle and he says, but I commend. Now, literally, it means to stand with. But in English, we would use the word, I commend to you Phoebe, our sister. Being, and here's the word, it's simply meaning a servant. Someone who ministers. Edhe këtë na thot, le të shohim Romakëve kapitulli 16, vargu i parë. Na thot, dhe, që do të thot se ai fillon të trajtojë një çështje të re dhe nuk vazhdon më me ato që thot më parë. Ai po mbyll këtë letër dhe thot, dhe unë po ju rekomandoj. Kuptimi drejt për drejt është mbështesë, por në gjuhën shqipe e shpreh kështu, dhe unë po ju rekomandoj Febën, motrën tonë, që është, tani përdor një fjalë që ka kuptimin shërbëtore, dikush që shërben. Dhe a duhet që të shërbejnë gratë? Po, duhet. A duhet të shërbejnë ato në emrin e Mesias? Po, duhet të shërbejnë. Dhe kemi një mori të gjërash që mund t'i bëjnë gratë. Por këtu nuk e kemi fjalën që përdoret për të qenit drejtues i një bashkësie lokale, ose ti në rolin e pastorit apo mësuesit. Thjesht na thot që ajo shërben. Ajo është shërbëtore e Perëndis. Dhe shikoni me kujdes se çfarë na thot, që është dhjake e kishës që ndodhet në Kenkrea. Ky është vendi ku ajo shërben kryesisht, por siç do ta shohim pas pak, ajo kishte një shërbes përtej kësaj. Perëndia e përdori fuqishëm atë, por këtu nuk na thuhet asgjë që ajo po mësonte burrat. Pali nuk do ta rekomandonte atë, nuk do të kërkonte njerëzve që ta mbështesin nëse do të ishte kështu. Pra, është shumë zhgënjyese që kemi vargje të qarta nga 1 Korintasve 14, vargje 34 dhe 35. Që kemi vargje tek 1 Timoteu, kapitulli 2, vargjet 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16. Mund t'i lexoni të gjitha dhe do të shihni se është e qartë. Pra, nuk duhet të lexojmë këtë dhe të nënkuptojmë gjërat që nuk na i thot teksti për të justifikuar atë që duam ne. Nuk është kjo ajo që bën një besimtar i vërtet. And let me just simply say, there's another popular woman, and she is also on television and such. And she says it this way. This is her justification for usurping the authority that God has given men. She says, well, there's that woman in John chapter 4 at the well, that Samaritan woman. Yes. And she told people about Yeshua, about Jesus. Yes, she did, and praise God for that. Me lejoni t'ju them thjesht se kemi një tjetër grua të njohur që del nëpër televizione dhe ajo thot kështu. Ja se cili është justifikimi i saj që ka marrë autoritetin që Perëndia u ka dhënë burrave. Ajo thot, po, kemi gruan te Gjoni kapitulli 4 te Pusi, gruan samaritane. Po, dhe ajo u tregoi njerëzve për Jeshuan, për Jezusin. Po, u tregoi dhe lavdi Perëndis për këtë. Por nuk është kjo ajo që po diskutojmë. A është e lejueshme që një grua të ndaj besimin e saj me burra dhe gra? Sigurisht, jo vetëm që është e lejueshme, por ky është urdhërimi i tij. Por a nuk jemi dakord që kemi një ndryshim mes një gruaje që bën një bisedë me një grua tjetër, apo madje edhe me një burr tjetër për besimin e saj për të ndarur Ungjillin? Kjo është diçka krejtësisht e ndryshme, se të qëndrosh para një bashkësie lokale me një pozitë formale si mësues i Biblës për atë bashkësi. Këto dy gjëra nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra, një njeri që thot, unë justifikoj veprimet e mia për të mësuar burrat, për shkak të gruas samaritane. E dini se çfarë do t'ju thoja? Largohuni nga kjo grua e tillë, sepse ajo është e paaftë për të kuptuar interpretimin e shkrimit. Pse duhet përdorur një pasazh ku një grua i tregon të tjerëve për një përvojë të saj për të justifikuar qasjen e një roli formal dhe një pozite në një bashkësi lokale, në një kishë lokale?
duke bërë atë që Perëndia nuk e aprovon, që Perëndia nuk e aprovon gratë që të mësojnë dhe të kenë autoritet mbi një burr, dhe të kenë rolin e të qenit predikues apo pastor. It's clear. And when people reject that, and people will say, oh, this is a controversial subject. Now, we can see things in the Bible that are debatable. Why? It may not be so clear. We may be able to interpret it in a variety of different ways, but this is not one. Është e qartë, dhe kur njerëzit e refuzojnë këtë, ata thonë, "O, kjo është një temë e diskutueshme." Ne mund të shohim në Bibël gjëra që janë të diskutueshme. Pse? Mund të mos jenë shumë të qarta. Mund të jemi në gjendje që t'i përjetojmë në një mori mënyrash të ndryshme. Por nuk është ky rasti. Kur shkrimi thotë, nuk i lejoj gratë që të mësojë burrat. Është shumë e qartë. Kur kemi të bëjmë me kohën e mësimit, na thuhet që gratë të rinë në heshtje dhe të mos përfshihen në debate me diskutime në mënyrë publike. Është e qartë, dhe kur dikush rebelohet kundër kësaj dhe ka paqe dhe ndihen rahat me këtë dhe justifikon këtë duke e shtrembëruar fjalën e Perëndisë, ky është një njeri që sipas mendimit tim nuk ka patur një marrëdhënie të shpenguar dhe përvojën e Ungjillit, sepse askush nuk mund të ecë vazhdimisht në mosbindje ndaj fjalës së Perëndisë dhe të ndihet rehat me këtë. So look at our passage again, Romans 16, beginning in verse 1. But I commend to you Phoebe, our sister, being a servant of the congregation, the church of Cenchreae, in order that you receive in the Lord. And you do so, it says, worthily, meaning in a proper way of the saints, meaning how saints should receive one another. Prandaj le të shohim sërish pasazhin e Romakëve 16 duke filluar nga vargu 1. Dhe unë po ja u rekomandoj Febën, motrën tonë, që është djake e kishës që ndodhet në Kenkrea, që ta pranoni në Zotin. Dhe na tregohet si ta bëjnë këtë. Sikurse u ka hije shentorëve. Pra, ashtu si shentorët duhet ta pranojnë njëri tjetrin dhe ta ndihmoni në çdo gjë që të ketë nevojë nga ju. Pra na thuhet për çdo gjë që ka nevojë. Por kemi edhe një fjalë tjetër, është fjala greke pragmati. Nga kjo fjalë rreth fjala pragmatik, që tregon diçka të arsyeshme, diçka që duket gjëja e drejtë, e duhur. Pra, cilado që të jenë nevojat e saj, në mënyrë që ju të merrni ndihmën e duhur, sepse ajo po ndihmon bashkësinë. Kur ajo të vijë te ju, nëse i nevojitet diçka, duhet t'ia plotësoni ato gjëra të arsyeshme, ato gjëra të duhura, këto gjëra që ajo të mund të përdoret nga Perëndia dhe të jetë një bekim. Le të vazhdojmë të shohim çfarë na thot në vargun 2, sepse edhe ajo, në shumë përkthime thuhet për krahës. Tani, ajo që kërkon të na thot me fjalën e përdorur në greqisht, që është një fjalë që tregon se ajo është bërë vazhdimi i diçkaje, që ajo ka shtuar, diçka mungon dhe ajo e plotëson dhe shkrimi përdor këtë fjalë në kuptimin shumë të përgjithshëm, sepse edhe ajo ka ndihmuar shumë veta, edhe mua vetë, që do të thotë, ajo e ka ndihmuar Palin dhe ajo ka ndihmuar shumë njerëz të tjerë, në mënyrë që qëllimet e Perëndisë, vullneti i Perëndisë, shërbesa e Perëndisë të përfundojë, të përparojë, të ecë përpara në një mënyrë të fuqishme dhe të suksesshme. The will of God, the ministry of God is completed, is advanced, goes forth in a powerful and successful way. Now, we see something else. Look again at this same passage, but now let's move on to verse 3. Now, shohim dhe diçka tjetër. Le të shohim sërish në të njëjtin pasazh, por tani le të kalojmë në vargun e 3. Tani duke filluar që nga vargu 3, gjatë kësaj pjese tjetër, do të shohim që Pali do të përshëndesë shumë njerëz. Ai dëshiron që t'i ngrejë lart ata, që t'i lavdërojë për besnikërinë e tyre, që ai e ka përjetuar personalisht. Prandaj le të shqyrtojmë disa vargje ku Pali përshëndet. Dëshiron që t'i përshëndes, që t'jenë një bekim dhe t'i mirëpres, pra na thot. Le të shohim tani vargun 3. U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtor të mi në Krishtin Jezus. Kemi dëgjuar për ta nga libri 1 Korintasve, për shembull. Pra shohim se këta dy individ, burrë dhe grua, që janë gjithashtu shërbëtorë të Perëndisë, që kanë ecur për krah Palit në mënyrë që ta çonin më tej shërbesën e tij dhe për të luajtur një rol në punën e Perëndisë. Dhe Pali është bekuar shumë nga ky çift. Vinë re se çfarë thot, të cilët për jetën time, pra për jetën e Palit, vetë thelbin e qenies së tij dhe me siguri e ka fjalën si shërbëtor i Perëndisë, të cilët për jetën time vun kokën në rrezik. Kjo është fjala.
Pra ata kanë rrezikuar jetën, kanë lënë më njanë jetën e tyre. Është një fjalë që tregon se ata kanë dhënë duke sakrifikuar. Në disa përkthime të tjera thuhet që kanë vënë grykën e tyre në rrezik. Dhe kjo tregon se ata ishin të gatshëm të rrezikonin jetën e tyre për të çuar përpara thirrjen e Perëndis për jetën e Palit, shërbesin e tij. Pra ata po jetonin në mënyrë shumë sakrifikuese. Dhe Pali do që ata të përshëndeten për këtë dhe ai do që t'i lavdërojë ata. Më tuti në vargun 4 ai thot: ata I falenderoj jo vetëm unë, ata nuk I falenderoj vetëm unë, por të gjitha kishat e jo hebrejve. Pra të kombeve, të gjitha bashkësitë jashtë Izraelit. Këtë po na thot. Pse? Sepse aty po shërbenin ata. Pra ai e lartëson këtë çift dhe shërbesin me vlerë që ata kishin bërë në bashkësitë, por edhe me Palin. They were living very sacrificial, and Paul wants them to be greeted, and he wants to recognize them. He says further on in verse 4, the ones that not only I give thanks, not only I alone give thanks, but all the congregations of the Gentiles, meaning the nations, all the congregations outside of Israel is what he's saying. Why? Because this is where they are serving. So he lifts up this couple and the valuable service that they have performed in the congregations and also with Paul. Also, now look at verse 5. He speaks about the congregation, that local assembly, that church that is also... Tani le të shohim vargun 5, ku ai flet për bashkësinë, për kishën, asamblen lokale, pra atë kishë që është në shtëpinë e tyre. Pra, ai do që t'i përshëndesin edhe ata të bashkësisë në shtëpinë e tyre. Pjesa e dytë e vargut 5. Të fala, dhe tani do të përmend shumë emra. Të fala, dhe kemi emrin e Epinetit tim të dashur. Fjala të dashur ishte një fjalë që shprehte dashurinë atë kohë, duke lartësuar si një mik të veçantë, na thot I cili është fryti I parë. Dhe në varësi të përkthimit që keni, nëse shohim përkthime të ndryshme që janë bazuar mbi Textus Receptus, aty shkruhet fryti I parë I Akais. Pra nëse përdorim tekstin kritik që tregon variantet që janë ndryshe nga Textus Receptus, fjala do të jetë Azia. Pra ky njeri për të cilin po flitet me emrin Epenet, ai ishte me shumë mundësi besimtari I parë I Akais në Krishtin. Vargu 6 ai thot: të fala Maris. Në Biblën time e kam Miriam. Të fala Maris e cila u mundua shumë. E përsëris, në versionin Textus Receptus thuhet për ne, por në versionet të tjera thot të tjerët thot për ju. For Messiah. Verse 6. He says, greet Miriam, your Bible will say Mary. Greet Mary, who has worked much. And again, in the Textus Receptus it says for us, but in others it will say for you. Verse 7. Greet. Vargu 7. Të fala Andronikut dhe Junis. Vini re se çfarë thot këtu për ta. Kushërinë të mi, që do të thot se ata janë hebrej, jo vetëm hebrej, por gjithashtu na thot dhe shok burgu të cilët janë dalluar. Kërkon që t'i lartësoj se ishin të burgosur me të. Mund të themi se ishin të rëndësishëm midis apostujve. Dhe në lidhje me këtë na thot dhe kanë qenë në Krishtin përpara meje. Do të thot se ata kishin ardhur në besim në Krishtin përpara tij. Tani le të shohim vargun 8 ku na thuhet: të fala Ampliut, të dashurit tim në Zotin, një tjetër mik I ngushtë. Të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin dhe Stakit tim të dashur. Pra ai po lartëson këta individ në këtë zonë, sepse kishin qenë një bekim për të, që kishin ndihmuar, që kishin shërbyer së bashku me të. Dhe do që ky grup në Rom t'i njoh ata, sepse këta individ kishin punuar ngushtësisht me Palin dhe mund të vinin edhe ata, dhe mund të kontaktonin me ta. Prandaj ai do që ata t'i njohin. Urbanos, our fellow servant in Messiah. Also Stechus, my beloved. So he's lifting up these individuals in this area that have been a blessing to him, that has helped him, that has served together with him. And he wants this group in Rome to be familiar with them because these individuals, they have worked closely with Paul and they might be coming as well. And they may have contact with them, so he wants them to know them. Look now to the next verse 10. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 10, ku na thuhet: të fala Apelit,
të provuarit në Krishtin. Pra këtu po flet për një njeri që ka një dëshmi të fuqishme, që është e dokumentuar. Biblia juaj mund të thotë të provuarit, por është dokumentuar në Krishtin. Të fala atyre të shtëpisë. Ky është nënkuptimi të shtëpisë Aristobulit. Vargu 11. Të fala Herodionit, kushëririt tim, një tjetër individ hebre. Të fala atyre të shtëpisë Narkisit që janë në Zotin. Megjasa janë nga ajo bashkësi dhe antarët e shtëpisë së tij që janë besimtar. Ai po I lavdëron këta bashkëbesimtar të këtij grupi në Rom. The ones being in the Lord. So those probably from that congregation in his house or his family that are believers. He's commending fellow believers to this group in Rome. Verse 12. Greet Vargu 12. I bëni të fala Trifenës dhe Trifozës, të cilat mundohen në Zotin. Vargu 12, pjesa e 2. Të fala Persidës së dashur, e cila është munduar shumë në Zotin. Sërish Pali po thekson gjëra të veçanta tek ata, gjëra që kanë bërë me Palin dhe për Palin. has worked much in the Lord. Here again, pointing out special things about them, what they have done with Paul and for Paul. Verse 13. Greet Rufus, the chosen Vargu one in 13. the Lord, Të fala Rufit, të zgjedhurit në Zotin, kërkon ta theksoj atë, dhe nënës së tij që është edhe imja. Kjo do të thotë se Pali kishte një marrëdhënie të ngushtë me këtë grua, me nënën e Rufit, gati sikur të ishte nëna e tij. almost as it was his own mother. Verse 14. Greet Asugritos and Pelagon and Hermas, Patrobos, Hermes, and the ones, the brothers, and this means brothers and sisters that are with them. Greet as well. Vargu 14. Të fala Asinkritit, Flegontit, Hermës, Patrobës, Hermit dhe vëllezërve. Pra vëllezërve dhe motrave që janë me ta. Të fala Filologut, Julis, Nereut dhe motrës së tij. Pra motrës së Nereut në këtë rast, Olimpës dhe gjithë shenjtorëve që janë me ta. Përshëndet në njëri tjetrin me një të puthur të shenjtë. Kishat e Krishtit ju përshëndesin. Disa thonë të gjitha kishat e Krishtit. Pra ju përshëndetini të gjitha këto kisha në Krishtin. Pra Pali në këtë pjesë të parë të Romakëve 16 shpreh një të vërtetë të rëndësishme, që ne duhet të tregojmë respekt për ata që shërbejnë, bashkëshërbëtorëve që Perëndia I përdor. Përshëndetini, mirëpritini, ndihmojini, jepini ndihmë për të bërë punën e Zotit. Tani do ta mbyll dhe do të shihemi javën tjetër, kur të trajtojmë pjesën e 2 të Romakëve 16 dhe të mbyllim studimin e kësaj letre. Doing the work of the Lord. Well, I'll conclude now until next week when we do the second part of Romans 16 and we conclude our study of this epistle.